Prej mëngjesit të së shtunës, një pjesë e vijës bregdetare të Vlorës, konkretisht segmenti nga zona e njohur si Rapi deri tek vilat Buzdetit, është ndotur ndjeshëm duke shkaktuar shqetësim tek pushuesit dhe banorët e zonës. Në sipërfaqen e ujit vërehet një shtresë e bardhë dhe vajore, e cila sipas banorëve dhe pushuesve ngjan me detergjent ose mbetje vajrash të përdorura nga kuzhinat e subjekteve private në zonë. Pamja e ujit është e turbull dhe me njolla vajore. Banorët shprehen se ky nuk është një fenomen i ri, por këtë herë situata është bërë më e dukshme dhe më shqetësuese. Sipas tyre, përgjegjësi për këtë ndotje mund të jenë disa prej subjekteve private, si restorante apo njësi akomoduese, që dyshohet se hedhin në mënyrë të pakontrolluar mbetje vajore dhe detergjent në det. Ndotje ka shumë, jo pak. Ky është problemi. Po gjitha këto shkarkimet e këtyre ujrave zella këtu, gjithë më keq është andejana. E pash, mundet të ketë shkakuar në një anije, ato mbeturinat që kanë ata. Se është mirë fare, se është mirë. Edhe nga ana turistike që këtu vinë se me shpresë do jetë më mirë, më lirë, më pastër, më në fakt nuk është ashtu. Gati që ke, si e ka, jo pak, po shumë. Do t'ja. Nga bizneset tu që janë lartë hotelet, të gjitha, ujrat e gjitha komplet, derdhen aty. Se ku ka pas në njerë Vlora këto, edhe ujë ftohtë ka qenë i pasur. Janë edhe derdhjet e detergjentëve, janë edhe mund të ketë edhe ujëra të zeza. Vlora asnjëherë nuk ka qenë, po ne jemi larg të ashturia gjithë vjetër. E nuk kemi pas ndotje. Kjo një 2 vjet që jam unë këtu njerë ka, kurse më përpara s'ka pas asnjëherë. Sa jemi lerë rritur në Vlorë ose mbaj më ndonjëherë ujë kështu. Këtu së pari jetë detergjentët e lokaleve derdhen aty në det. Një javë patëm det shumë të pasur. Kjo të lutem mendoj që aty do ketë në një robinet që komandon hape mbyll. Sa temi nuk e vërtetojmë dot. Jo, sot mëngjes. Unë jam larg që dorën 5:20 sot, se unë larg çdo mëngjes. 5:20 deti shumë i pasur. Pastaj fillon dallgët dhe dallgët bëjnë punën e tyre. Sepse ka pasur mbeturë nxjerr dhera. Ujrat, unë e maj mend që Kalama këtu ka qenë kristal ujë. Tash këto 2 vite e fundit që kemi ardhur, një vit e gjysmë kam ardhur, është shumë i ndotur. Gjithkohës edhe kur na njerë që kthjellohet ndo pak prap ka kështu mbetje është si lëshon fluska, ku dim se çfarë. Për ta përcaktuar se përcakton dot apo mund të jenë edhe këto mbetjet e këtyre lokaleve që lajnë enët e ça derdhen det. Se përpara nuk ka pasur. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet vendore apo inspektoriati i mjedisit, ndërkohë që pushuesit kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, hetim të plotë rastit dhe marrjen e masave administrative apo penale ndaj subjekteve përgjegjëse, nëse konfirmohet përfshirja e tyre. Vija bregdetare e Vlorës është një nga asetet më të rëndësishme turistike në vend dhe çdo rast i tillë ndotjeje jo vetëm dëmton imazhin e qytetit, por rrezikon edhe ekonomi lokale që mbështetet tek turizmi. Institucionet përgjegjëse pritet të reagojnë për të garantuar pastërtinë dhe sigurinë e plazheve në një sezon turistik që është në kulmin e tij.